kur jemi shumë qetë, si familje, si shoqëni, si krejt, që atëherë na kujtohet për një me përmen Zotë, me thonë, o Zotë, ham dita kanë ty. Jo veçën kur jam zarë, me thonë, o Zotë, ama qëta, se unë ndihmam, se unë jam keq, po bashkë kur je mirë, kjo vlerësohet ma shumë, të si Allah na kemi nevoj, edhe Allahu e dënë robin, kur aj ma shumë e falenderon, se sa nështë ta që kërkon. Edhe lutju Zotit në vështërsi, që aj të gjindë, në qetësi, që aj të gjindë ty, me lutjet edhe me pranime lutje kur jenë ti në vështërsi. Shpesher na thojna, pse Zotit s'ma pranoj lutjen. Po nuk e dim që Zotit që atë lutje na i ka zavënsu me një diçka tjetër. A mu do ka mes reshtave kuptova që falenderimi ndaj Zotit peshon nështë edhe ma shumë se lutjet që ja bëjnë Zotit. Shumë e saktë. Shumë është ma e dashtën të Zotit, nështë sepse ti e ndin, kur kërkojnë faljet e Zotit, ti e kini ndjenjë faje, e ke bon një, ti tenton me fshi diçka me to. E falenderimi është diçka e lirë, e shpirtit që rrjedh prej zemrës, është e këndshme, është e mirë, po rrjedh, po buran. Prej thellësisë dhe ti veç je rob falenderus ndaj Zotit. Rasti i Junusit a.s. kur dul pa lejen e Zotit nga populli vetë dhe shkoj u afrun një det, dihet historia e tij dhe ranë e det, kur ranë e det, e gëlltiti balena fundit, ishte në një bark të errët të balenës. Jetoj aty gjatë, po nuk u dorëzu asnjëherë me përmendjen e Zotit. Çka do të thonë dhikri? Edhe çai tha Zotit, o Zot, ti Allahu njohun e bona një gabim. Dola prej fjales tonë po falem, edhe ai çfarë ti përqendri? E dim Ademi a.s. sa ka qajt për gabimin e bërë shumë pejgamber. E Muhamedi a.s. kur është fal ju kanë bo kom të ajta, s'ka mujtë me nejnë kom, i ka thonë, që as jeti pejgamber, pse ka qënë po lutësh? Ka thonë, lem se po du me marë se vap. Subhanallah, pejgamberi Zotit ka thonë, lem se unë po du me marë se vap, hala. Na, ku jemi mi krahasu ato jetat pejgamberve. Njëtë Junusi a.s. I thanë me laqet, o Zot, është tu dalë një zonë. Po kërkon